që ka bërë dhëndrit vetë sipas rregullave të lojës që ndoqi prokuroria, por në këtë moment që gjithë veprimet e ka kryer Edi Rama. Ishte dëshmitar, nuk ishte dëshmitar në këtë rast. E vetëm mënyrë për ta arrestuar Rama mund ishte ai gjyq, sa me gjyqet mund të vendosin pra në një fabull që në një univers paralel ku të kishte drejtësi, që unë nuk e besoj. Po rrethanat janë, po thoni, me veprimet që ka bërë dhe me firmet që ka dhënë, rrethanat janë që të shkojë si dëshmitar në gjyq dhe aty të shpallet i pandehur. Absolutisht. Ky do ishte momenti i arrestimit. Problemi është që kush ta arrestoi, këtu kthehet prapë çështja. Ke parasysh kur të dhunon policia shtetit do marrësh telefon, kështu është edhe puna e këtyre. Domethënë, kush mund të arrestojë Edi Ramën aty? Ama që është thirrë dëshmitar, është thirrë dëshmitar për një vepër penale ku ai ka bërë gjithë pjesën e pretenduar ndaj Po, që ai ka bërë shkelje. Po ta shohësh, kjo është një fitore ligjore. A është edhe fitore politike për Berishën, i cili e ka mbajtur këta akuzë? Ja, një sekond. Kjo as diskutohet që është fitore për Sali Berishën, se ku ishim e ku dolëm, kupton, Po, se kanë një sekond, se kjo historia e partizanit ka një 10 vjet që e përndjek Berishën në opozit. Unë mendoj që kjo historia e marrjes së Ramës dëshmitar ka krijuar një krizë të re të paparashikuar në çdo lloj kuptimi të fjalës. Arsyeja që Merobazia bëri një shkrim që thoshte që do ishte fitore, do ishte humbje për Edi Ramën po të arrestojë Berisha, pra po dënoi Berisha, lindi pikërisht me njëherë mbasi Edi Rama u thip dëshmitar. Pra, ke parasysh ato teatrot e këtyre që njëherë del paraburgimi shumë i mirë, pastaj bëhet i keq është Erion Velia brenda. Në një moment si thosh dënimi i Berishës është fitoria e Merobazës, pastaj thotë që jo, po s'duhet të dënohet Berisha. Domethënë që këtu ti e kupton se si është deformuar gjithë projeksioni që ata kanë ndërtuar. Dhe në këndvështrimin tim, Rama nuk e shpëton dot, thotë as Libia as Izraeli në gropën që ka rënë vetë. Dhe zgjedhja një ambasadori amerikan ushtarak ka të bëjë shumë edhe me faktin që Rama ka shkatëruar në vitet e fundit të gjithë vlerën strategjike të Shqipërisë në geopolitikën rajonale. Çka ka prekur rënd interesat reale të Amerikës dhe të Gjermanisë në Shqipëri, për faktin se ka defaktorizuar totalisht korridoret, kalimet, gjeografinë dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me portën e Durrësit. Rama po merr goditjet e një pasqyrshme nga të gjitha anët. Dhe në moment që marron lufta në Gjirin Persik, Rama është laguriq. Atë po mban gjallë vetëm Gjiri Persik. Ta shpjegoj pak. Para se fillonte lufta, Rama nuk po dinte të bënte dot asnjë parashikim, për shkak se edhe Gjermania nga një ranë, Amerika në kushte përmjet Bashkimit Evropian, po e kishin vënë si dar Ramën. Kjo lufta e Gjirit Persit dhe Rama Por rolin e Roni Efet në këtë marrëdhënie me Izraelin, si është? Aty e kam. Po pikërisht kjo ajo e kisha. Generali amerikan që është saktur ambasador, sado që tjetë çështje politike. Pra nxjerr, një sekond Altin, të lutem, më dëgjoj pak. Ti thua që ambasadori general ushtarak e nxjerr jashtë loje Ramën dhe pazarin e tij me Roni Efet për armët e Shqipërisë? Këtë dua të shpjegoj. Me le të argumentoj sa e thjeshtë. Po se thjesht nuk e ke internetin shumë mirë. Kërkoj ndjes për internetin, nuk e di, një vetëm sekond. Nuk jemi në transmetim të drejtë për drejtë, Altin, nuk kemi mundësi ta bëjmë tani përmirësimin e situatës, po. Por sigurisht Altini e bëri kokë vetë si çdo gjë tjetër në jetën e vet. Po Altin. Ndjes. Dhe po thoja që nga çdo anë që ambasador edhe sigurisht Altin, si çdo gjë që bën kokën tënde e ndrit edhe këtë punë. Ta shohim pak nëse e kemi. Altin, ma thuaj komentin tënd. Amerikani, Izraeliti, shoku Ramës, Izraeli dhe Irani.